Zoti Qipa, përshëndetje. Përshëndetje. Jeni drejt për së drejti në News 24. Urdhani. Një qytetar ka denoncuar pikërisht këtu në televizionin tonë, në News 24, se i njeh vrasësit e ish bankerit Artan Santo. Ju a jeni në ndjenjë të këtij fakti? Policia e Tiranës çdo lloj informacioni që ka në drejtim të autorëve të mundshëm të vrasjes zotit Santo, i ka përpunuar, po i përpunon dhe bën gjitha verifikimet e duhura për ta dokumentuar me prova ligjore. Çdo informacion i cili ka të bëjë me provimin e autorësisë së autorëve të vrasjes së bankerit Santo, do t'i transmetohet dhe i transmetuar prokurorisë së rrethi gjyqësor, e cila ka në hetim çështjen. Mirë, qytetari thotë se ka denoncuar më herët tek policia e shtetit, në fakt dhe ke drejtori i policisë së shtetit, zoti Artan Didi, për çdo fakt që ai pohon se di, por deri më tani nuk ka patur asnjë lloj përgjigje. A mund të na thoni nëse një qytetar është paraqitur dhe ka bërë apo nuk ka bërë denoncim për vrasësit e zotit Artan Santo? Ta grin për të verifikuar nëse çdo informacion dhe çdo e dhënë është verifikuar deri në fund lidhur me autorët e mundshëm të vrasjes së zotit Santo, e ka prokuroria e rrethit gjyqësor dhe asaj i transmetuar dhe do t'i transmetohet çdo e dhënë e cila ka të bëjë me hetimin. Këtij denoncimi pra i është bashkuar edhe televizioni News 24, por përgjigja e zotit Didi ka qenë drejtori i policisë së Tiranës. Ç'mund thoni ju për këtë gjë? Çdo e dhënë që i ka shkuar drejtorisë përgjithshme të policisë, i është transmetuar strukturave që hetojnë këtë çështje dhe verifikimet janë kryer, po kryen dhe do të kryen në të ardhmen për të dokumentuar autorsinë e kësaj vrasje. Çfarë është bërë në fakt deri tani në lidhje me këtë çështje? Është punuar dhe po punohet intensivisht deri në zbardhjen e saj. Mirë, zoti Qipa. Zoti Qipa. Ju dëgjoj. Atëherë, kur do të jetë reagimi më i afërt rreth kësaj çështje? Besoj që për rastin konkret unë dhash përgjigjen e dur dhe për të dokumentuar, për të verifikuar se ç'po bëhet me hetimet e ka prokuroria e gjyqësor. E qartë. Mirë, zoti Qipa, unë ju falenderoj për gjithë disponibilitetin tuaj. Faleminderit dhe juve, mirupafshim.